Ata janë antarë të korit Royal Free Singers, të cilët kanë ardhur nga Mbretëria e Bashkuar për të performuar në Gjirokastër. Mbrëmja së martës i ngjiti në skenën e teatrit Zinisako prej nga përcollën për publikun e qytetit të Gurë, folklorin e tyre, por edhe këngë të tjera si nga Anglia dhe Amerika e Veriut. Ishte viti 1973 kur u hodhën hapat e parë të krijimit të këtij kori, iniciativë e marrë nga Benedict Gunner, ish mësues atëherë në shkollën mbretërore të lirë për djem. We're in Gjirokastër because we're on a concert tour. Ne kemi 40 vjet që bëjmë ture koncertesh në të gjithë Europën, kemi qenë në shumë shtete, por ende nuk ishim qenë në Shqipëri dhe ishte tashmë koha që të vinim edhe në Shqipëri me turin e koncerteve. Kemi sjell një repertor me këngë folklorike që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, pra të gjitha shtetet që përbëjnë Mbretërinë e Bashkuar, qoftë Anglia, Skocia, Irlanda e Veriut dhe Walesi. Kemi gjithashtu edhe disa këngë të cilat i përkasin himneve të Kishës Katolike, për të cilat janë sjellë në një variant jazz. Unë në 1973 kam qenë mësues në një shkollë për djem, që quhej Shkolla Mbretërore e Lirë për Djemt, që ishte iniciativë e mbretëreshës Ana për t'i dhënë mundësinë djemve nga familje pa mundësi ekonomike që të mund të arsimoheshin në një shkollë mbretërore. Në 1973, si një nga mësuesit e kësaj shkolle, unë ftova prindrit e djemve që të bëheshin pjesë e një kori që unë nisa në atë kohë. Artistët e korit ndanë edhe përshtypjet për Shqipërinë. Gjirokastër has been so welcoming. Gjirokastra është shumë mikpritse dhe shumë e bukur dhe kemi shijuar shumë vizitën këtu. Unë kam qenë në të shumtën e tureve që kemi bërë në këto 40 vite dhe kudo na mirëpresin mirë, por këtu në Shqipëri kemi gjetur një ngrohtësi të veçantë. Kori është një vend mikpritës për të gjithë ata që dëshirojnë. Unë jam bërë pjesë e tij që në moshën 13 vjeç dhe sot jam 56. In general in the country, people have been lovely to us. Kori ka në përbërjet e tij 100 antar dhe organizon 4 deri në 5 ture çdo 2 vjet. Pas Gjirokastrës, ata do të ndalen në kryeqytet.